Ka transmetu Ibn Abi Dunya nga Abdurrahman ibn Jezidi, njëri prej dietarëve dhe zahidëve, dhe njëri I cili I ka bëu ibadet Allahu te bareke ve teala, të cilët njerëz neve I mormi për mësime, por nuk mundemi me arrit ata. I kishte dronë Allahu xhelala shumë Abdurrahman ibn Jezid. I kishte dronë Allahu xhelala shumë, derisa disa njerëz I thanë, mos I të tepru pak, mos o tepër kjo pak, po kit kjo non stop, ahireti, Allahu, kiameti, vdekja, a mos o tepër pak. Sikur që në trute shumë njerëzve dojnë me thanë këta, dojnë me thanë tepër a pak, kjo a tepër. Nuk ka tepër, se na nuk I caktojnë sa tepër, sa nuk ka tepër. Te e vendosë Allahu te bareke ve teala. Por ki njeri që ka bani? E bani një dialog me ata të cilët I thanë, a mos o tepër kjo. Tha une po ju pys juve diçka ma më kalzu drejt. Sa kini dije që kalzomni? Tha do të kalzojnë që sa kina dije. Tha jeni të knaqët në që këtë gjendje ku jeni ju, me ndrujet tash. A jeni tash në që këtë gjendje me ndrujet, me shku të Allahu te bareke ve teala? Thanë valla jo. Jo. Pytja e di që ka jo bani. Tha, masi jo, a jeni të mendu dhe keni vendos me ndryshu, me e ba qatë gjendje që keni më konë të knas me ndrujet? Thanë jo, se je tha ka zoni drejt. Thanë jo, dikush do të po valla, e kam bo një jetë. Lej këto, mos u mirë me bashtrimet vetës. Ti se ke bo plan, me pas bo plan kështë ndryshue, me pas bo plan më përmisu ishe përmisue, po a I tha po të ka zoni drejt. Jo, se kena bo plan. Ata I po një pytin e tret. Tha më kalzoni diçka. A ka dhe një qetër dunjaju ku kini me kalu, edhe atje ju jepët mundësia me punu? Që ke dunjana se e dim që tu më fitohet ahireti. Tha ju, a mos ju ka dhanë dikush dhe të një dunja tjetër, e nashta ju I një edhe që e kini ratë mundësi, unë se kam, ju e kini. Tha atar ju shkoni punoni ati. Tha në valla jo. Që kjo, s'kena tjetër dunja. Atërë në fund, tha Abdurrahman ibn Jezidi, rahimehullah, tha më tregoni tash muë, gjendje ku jeni ju, anë gjendje njërit meqëm, a I kujna është. Ti, si e I knac me dek, asë se ke menu më ndryshu, asë se ke menu më përmirësu, dhe din që ke me vdek, dhe din që s'ka që të dunja ku ti mund është me u përgadit për Allahun te bareke ve teala, atër si ka mundësi një njëri meqëm tha, me më thanë muë, unë e tepër. Ko kështë ti tepër. Ko kështë ti që s'pedishe realitetin e kësaj bote. A është gjendja jonë, si Abdurrahmanit me ata shoqrusit e ti? A është gjendja jonë e njëta? Nëse I pyti sot njerëzit, a do me dek sot? Thot jo. Po mira, a është mundësia me dek sot? Thot po. A ke bo diçka me ndru? Thot jo. A ke me ndru? Jo. A është në regull kjo? Parashtrojët pyetja, a është regull? Thot Allahu xhellahu ala, fema lahum la yu'minun. Çka puna e tyre? Pse s'besojnë? Pse s'besojnë në kuptimin se nuk nënshtrohen Allahu te bareke ve teala, se krejt e din që vdekja hak, krejt e din që kena me dek një ditë në mënyrë teknike, por përgatitja për vdekjen ishte gjëja të cilën ishte angazhuar këtë pejgamber të Allahut alayhi salatu